Në këtë video do të mësoni për dokumentacionin e punës së Komisionit të Qendrës së Votimit dhe mënyrën e administrimit të tij. Komisioni i Qendrës së Votimit ka në dispozicion modelet e dokumentacionit të miratuara nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve. Në dokumentacionin e punës të Komisionit të Qendrës së Votimit përfshihen modelet e vendimeve dhe të procesverbaleve, të cilat nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e KQV-s. Ky dokumentacion administrohet nga sekretari i Komisionit të Qendrës së Votimit. Komisioni i Qendrës së Votimit ka në dispozicion librin e protokollit të mbledhjeve, ku sekretari shënon veprimtarinë e KQV-s, komunikimet me KZAZ-n, incidentet dhe ankimimet e vëzhguesve. Në këtë libër ndodhen edhe modelet e vendimeve. Vendimi për caktimin e detyrave të anëtarëve të Komisionit të Qendrës së Votimit plotësohet përpara hapjes së procesit të votimit dhe përcakton detyrat specifike të anëtarëve. Vendimi për hapjen e votimit pasqyron orën e fillimit të votimit. Vendimi për mbylljen e votimit pasqyron orën e mbylljes së votimit. Vendimi për përcaktimin e numrit të zgjedhësve që kanë votuar merret pas mbylljes së votimit. Procesverbalet e Komisionit të Qendrës së Votimit gjenden veçmas. Procesverbali për mbylljen e qendrës së votimit plotësohet me të dhënat e kërkuara për procesin e votimit. Procesverbali KQV, operator për dorëzimin e pajisjes PEI, plotësohet në 2 pjesë, para dhe pas votimit. Në rastet kur cënohet rendi në qendrën e votimit, Komisioni i Qendrës së Votimit merr vendime dhe plotëson procesverbalet përkatëse. Regjistri i posaçëm i zgjedhësve është dokumenti tjetër i punës së Komisionit të Qendrës së Votimit. Komisioni i Qendrës së Votimit është pajisur nga KZAZ edhe me vulën e KQV-s dhe vulën e kryetarit. Vula e KQV-s administrohet nga sekretari. Kujdes, dëmtimi i qëllimshëm ose nxjerrja e vulës jashtë qendrës së votimit përbën vepër penale.